Për fat keq, tensionimit të situatës në zgjedhjet në Maqedoni shumë i kontriboi javët e fundit edhe ndërhyrja drejt për drejt e Albin Kurtit, kryeministit Kosovës. Herët e fundit kur biseduam, unë isha me shpresë, po dukeshte atëherë se dhe kam një qëndrim ndoshta të papjekur politik se ai nuk më ndërhyj, po javët e fundit, ditët e fundit duket qartas se ai ndërhyn në mënyrë të drejtë për drejtë dhe përveç se ishte tensionuar situata tek maqedonasit etnik, tash duket se është edhe situata e tensionuar edhe tek Pse është kaq shqetësues për ju ndërhyrja e Kurtit? Për shumë arsye. Arsye e parë është se jep imazhin shumë negativ të Kosovës, e cila ka vështirësi të jashtëzakonshme edhe në momentin që po flasim në raportet me Serbinë, dhe e dyta nuk shoh ndonjë arsye politike të ndërhyrjes. Leonid konstatoi se arsyeja është personale apo grupore, se po të kishte ndonjë arsye politike për të ndërhyrë, do duhet të ndëgjojmë se cila është platforma të cilën ai mbështet apo e sponsorizon. Deri sot, deri tani që po flasim, unë nuk kam dëgjuar as nga ai, as nga grupacionin të cilin ai pretendon ta përkrah, se ata kanë ndonjë program apo platformë tjetër të veçantë, të ndryshme prej frontit evropian. Mezi presin ata që nuk na duan të mirën, kryesisht Serbia, që të na etiketojnë se ne vazhdojmë me planet e vjetra tona të ndërhyrjeve të ndryshme apo të në thojza aktiviteteve të tona që nuk kanë të bëjnë me integrimin në Bashkimin Evropian. Është ndërhyrje shumë e keqe për shkak se brenda shqiptarëve të Maqedonisë fut një ndasi